إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu zon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lë në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta zon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit, të pa ortak, të pa shok, të pa rival. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe ula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, o ju besimtarë, vazhdoni t'i bindeni Allahut, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman, të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazë ndashtëm, sot do të flasim për një temë madhështore, për një temë që është jetike për jetën e kësaj bote dhe botës tjetër. Është për një temë që forma e përligjes, e ligjësimit është ndryshe prej temave tjera. Pra është fjala për namazin. Mirë po, nuk do ta trajtojmë namazin nga aspekti i urdhrit të Allahut të lartësuar për to, apo gjykimi se kush e lë namazin e kështu me radhë, mirë po do ta trajtojmë nga një aspekt tjetër. Zakonisht ne çështjet i trajtojmë nga aspekti nëse e bën filan veprën çfarë fiton. Nganjëherë kjo të nxit mi bo veprën, mirë po edhe nuk të nxit. E kemi nevojë ta trajtojmë nga aspekti çka hub nëse nuk e bën çet vepër. Pra me fjalë tjera, çfarë hub prej shpërblimeve, prej premtimeve të Allahut të lartësuar, nëse nuk e fal namazin. Jo vetëm namazin, por cilat janë ato vepra që ti i humb dhe të ikin prej durve që janë përcjellëset e namazit, para apo pas namazit. Dietarët kanë përmendur shumë kapituj për veprave të mira, për shpërblimeve madhështore të cilat i fiton besimtari nëse kujdeset me përkushtim dhe me zell ndaj namazit të tij. Njëkohësisht, ai besimtar i cili mashtrohet dhe i nëpërkëmb këto vepra, humbjet e tij janë të mëdha. E janë së bashku, ti dëgjojmë disa prej kapitujve, disa prej veprave, disa prej shpërblimeve. Çfarë humbim nëse nuk e falim namazin, apo çfarë humbim nëse nuk i përkushtohemi namazit. E para për këtyre veprave, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shënon Imam Muslimi, se Abdullah ibn Mas'udi ka thonë: "Men sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman, falyuhafiz ala haula'i salawat." Kush dëshiron që ta takoj Allahun e lartësuar nesër, duke qenë musliman, duke qenë në fenë islame, le të kujdeset për këto 5 kohë të namazit. Kush po thot kështu? Po thot njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdon hadithi. Thot Abdullah ibn Mas'udi, thot kush dëshiron, kush është i kënaqur që ta takojë nesër Allahun e lartësuar në ditën e gjykimit, dhe të jetë i kënaqur për veprat e tij, të jetë në fenë islame, të jetë musliman, le të kujdeset për këto 5 kohë të namazit. Haythu yunada bihinna, prej nga thirret për to. Prej nga thirremi për namaz, thirremi nga xhamit. Pra thirrja e këtij sahabiut është që të kujdesemi për faljen e namazit në xhamit, në shtëpitë e Allahut të lartësuar.
fa inna Allaha shara ala nabiyikum sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda. Dijeni se Allahu i lartësuar ja ka ligjësu, ja ka përligj, ja ka caktu rrugë të udhëzimit pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E namazet janë nga këto rrugë të udhëzimit. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi bayti la taraktum sunnata nabiyikum. E nëse i praktikoni xhamit, dhe nuk i përgjigjeni thirrjes së Allahut të lartësuar nga xhamit dhe faleni në shtëpitë juaja, atëherë dijeni se e keni praktikë udhëzimin e pejgamberit tuaj. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. E kur ta leni sunetin e pejgamberit, traditën e pejgamberit juaj sallallahu alaihi wasallam, keni më shmang nga rruga, keni më deviju. Wa ma min rajulin, dëgjoni çfarë problemi. Dhe çfarë humb ai i cili nuk i përgjigjet pejgamberit dhe Allahut të lartësuar. Dëgjoni mirë. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tahur. Nuk ndodh një njeri, nuk ka një njeri që merr avdes në shtëpinë e tij dhe e përsos marrjen e avdesit. Pra, nuk merr avdes shkeleshkon, po kujdeset që gjymtyrët e tij t'i laj me përkushtim, të jetë i kujdesshëm në marrjen e avdesit. Thumma ya'mida ila masjidin min hadhihi al-masajid. Pastaj jam syn njerëz prej xhamive, prej shtëpive të Allahut të lartësuar që ta fal namazin. Illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana. Nuk ndodh me bon një hap rrugës për në xhami, vetëm se Allahu i lartësuar ja shkruan një vepër të mirë. Wa yarfa'uhu biha daraja, dhe ja ngrit një gradë të lartë. Pra në çdo hap. Pra ndo sahaba i bën ide sa çka në xhami, 500, 1000 vepra të mira, 1000 drejtë ngritën tek Allahu i lartësuar. Wa yahuttu anhu biha sayyi'a. Leçet ngritet një gradë dhe të shkruhet një vepër mirë, po të shihet një keqe. Pra situata win-win. Vazhdimisht jem fitore. Çdo hap që ti e bën, me këmbën e djathtë, me këmbën e majt, derisa të mrinë në xhami. Për çdo hap shkruhet nga një vepër e mirë, ngritet nga një gradë dhe të shihet nga një vepër e keqe. Dhe thot Abdullah ibn Mas'udi, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kërcënim shumë i rëndë. Thot nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut, nuk merr pjesë në namazin me xhamat. Në kohën tonë nuk merr të pjesë vetëm dikush që ka qenë hipokrit, që është njohur për hipokrizi. Wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqamu fi as-saff. Në kohën e sahabeve thot e kanë marrë njërin dy veta duke e majtë për krah dhe e kanë ngrej zhak derisa kanë vendosur në saf dhe i kanë ndihmuar më najt në saf që mi fal namazin. Kështu ka qenë përkushtimi i sahabeve në faljen e namazit. Andaj, a jemi ne të vëmendshëm se çfarë po hupim nga mos përgjigjja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij në faljen e namazit, e në faljen e namazit me xhamat? Ma na thon dikush që çdo ditë i ka i hub nga 500 euro. Wallahi më na thon dikush çdo ditë i hub ka 5 euro, kishim i bë kiametin, edhe më kone punë e madhe për neve. S'po thon 500, as 5000. Para mendo për 5 kohë të namazit, sa hapa i bën ti drejt xhamis, edhe sa shpërblime mundesh me arrit në peshorën tënde, në ditën e gjykimit kimi kërku këto vepra të mira. Andaj çdo ditë ne humbim shpërblime të mëdha prej durve tona. E sikur ta matnim qyshe masim dunjan, kishim ndryshe agjendën, kishim planifikuar ndryshe takimet dhe oraret, para apo pas namazit, ama asnjë punë dhe asnjë takim nuk kishim lënë në kohën e namazit. Tjetër, çka hub dikush që nuk e fal namazin? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu shatrul iman. Përkushtimi në marrjen e avdesit është gjysma e besimit. Gjysma e besimit. Me një transmetim tjetër, et-tahuru shatrul iman. Pastërtia është gjysma e besimit. Pavarësisht çuçi kanë komentuar dietarët. Ai që nuk e fal namazin, ai as nuk merr abdes. Atje e hub shpërblimin që ta takoj Allahun e lartësuar si musliman dhe në fenë islame. Dhe ato hapa, ato shpërblime të mëdha për çdo hap që e bën, këtu me mos marrjen e tij të avdesit, gjysma besimit. A nuk duhet të jetë besimtari i vëmendshëm nga këto humbje që mujnë me shkaktu falimendimin e tij në dunja dhe në ahiret? Andaj besimtari i vigjilent, besimtari i kujdesshëm
është ai që i rrin vetit gati, i rrin familjes së tij gati, që mi pështu veten e tij dhe familjen e tij nga zjarri i xhenemit. Që lën djegse, janë njerëzit të gurët. E lutim Allahun të na ruajë neve dhe familjet tona. Dhe ta lutim Allahun të na përkrahë dhe të ndihmoj që ti përgjigjemi Allahut në këtë urdhër, në këtë shtyllë të madhe të Islamit. Nuk di ai që nuk e fal namazin, qysh ja bën vetit kabull, qysh është i kënaqur mi taku Allahun e lartësuar dhe i thot, ti kom jap gjitha këto të mira, a mo ki përgjigj në namaz? Çka ka më përgjigj? I miri ai, i miri për veten e tij. Prandaj rri vetit gati sa i e gjallë, sa i e me mend në kry, e sa zemra të pulson. Rri gati vetit dhe filloj e faljen e namazit. Nga se humbjet janë të mëdha. Humbjet janë të mëdha, janë marramenc në këtë botë. E le në botën tjetër. Tjetër, çfarë humb ai i cili nuk e fal namazin? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O awwalu ma yuhasib alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah salat." Gjëja e parë në të cilën do të merret në llogari robi i Allahut në ditën e gjykimit është namazi. Është namazi. Thot pejgamberi: "Fa in salahat salaha sa'ir a'malihi." Nëse namazin e ka në rregull, të gjitha punët tjera kanë shkuar në rregull. E nëse namazin se ka në rregull, i mirë ai për vetveten. Të gjitha punët tjera do t'i shkojnë si mos më keq. E lutim Allahun të na ruaj. Pastaj, çfarë humb tjetër? Ai që nuk e fal namazin, e dietarët i kanë përmendur 20 e ca kapituj. Mirë po do t'i përmendim sot vetëm disa prej tyre, disa prej më të rëndësishmeve. E në vijim, në hutbet e radhës do t'i përmendim disa të tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man hafidha ala haula as-salawat al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin." Ai që e fal namazin dhe kujdeset për to, nuk do të shkruhet tek Allahu prej gafilëve. Kush janë gafil? Çka i bën më kom gafil? Bjen me qenë i shkujdesur, mos me tra në mend Allahu i lartësuar. Mos me tra në mend namazi, kjo i bën më kom gafil. Mos me thon kur subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kjo i bën më kom gafil. Mi pas 24 orë e me mia frymërje, mos me tra në mend, me thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Kjo i bën më kom gafil. Mos me thon astaghfirullah asnjëherë për gjatë tërë ditës e gjatë tërë natës tënde. E ai që i fal namazet dhe kujdeset për to, nuk shkruhet tek Allahu prej të shkujdesurve. E kur nuk shkruhet prej të shkujdesurve, Allahu i lartësuar e udhëzon që të shkoj vetëm ka e marra dhe e ruan nga likësit. Nuk din dhe nuk mendon për të këqija, po mendon vetëm për hajër dhe për mirësi. Tjetër çfarë humb ai që nuk e fal namazin? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma amila ibnu Adam shay'an afdal min as-salat." Njeriu, biri i Ademit, nuk bën vepër më të mirë se sa namazi. Nuk ka vepër më të mirë që e bën mas besimit njeriu se sa namazi. Më thon dikush, bëjeni një vepër të mirë, sa janë i parë që duhet me shku në mend është namazi. Me marr avdes, më çumi fal 2 rekate. Mas besimit nuk ka vepër më të mirë mas besimit, tauhidit, besimit të pastër, nuk ka vepër më të mirë se sa namazi. Çfarë vepre je ti angazhuar që nuk i ka për namaz? Cila është ajo punë që po të pengon ti pi namazit? I ki 24 orë, 25 minuta lypet që mi fal 5 kohë namazit. Në kohët e caktuara, sabaj, dreka, kindia, akşam, yacia. Shpërblime madhështore. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet: "Ayu a'malin afdal?" Cilat janë veprat më të mira? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a din çfarë ka thënë? As-salat, namazi. Kjo ka qenë e njohur të këtë sahabët. Namazi ka qenë të pakun pëjmës në faljen e namazit. Asë një çështje nuk ju kanë zonë namazit. Po asë miliona, triliarda, çfarë do pasunie, nuk e kanë këmby me namazit. Cila punë është ma e vlefshme që ne e bëjmë se sa namazit? Ndërkohë që pejgamberi po thotë, cila është vepra më e mirë? E namazit. Thotë, pastaj cila? Namazi. Pastaj cila? Namazi. 3 herë i përgjigjet namazi. Për shkak i përgjigjet 3 herë? Për shkak të rëndësisë së saj. Atëherë, a jemi ne të mençur? A jemi ne të zgjuar? A ta quajmë vetveten të zgjuar që gjatë 5 kohëve të namazit, gjatë këtë javës marr mi fal vetë xhuman? Gjatë këtë javës mi hub 35 namazet tjera. 35, do më 34 i hub veç vjen e fal një në vend të drekës xhuman. 34 tjera ku meten? Prandaj, vllai dashur, ty Allahu është ka ta dhënë të mirën që i ka i dëgjon këto fjalë. Këto janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
i cili nuk fol për mendjes së tij, fol me shpallje. Wallahi Allahu na don të mirë. Osh kanë afton. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allahu ju fton për në xhenetin, në vendbanimet e paqes, të sigurisë, të rahatisë. Vetëm falni namazin, se gjëja e parë me të cilën kena më pyet është namazi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله në falenderojmë. Selam dhe selavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu ndoshta ai që është i shkujdesshëm ndaj namazit të tij. Nuk e hap hakin si duhet. Ai humb edhe vepra tjera që bëhen pas namazit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala uhaddithukum in akhadhtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum." Ati tregoj për një vepër që nëse ju e bëni, keni mi nxon ata që janë para jush. E ata që vijnë pas jush nuk kanë mi nxon juve. Cila është ajo vepër? Thot pejgamberi: "Wa kuntum khayra ma antum bayna dhahranayhi." Dhe keni me qenë njerëzit më të mirë prej bashkëmoshatarëve të juaj. Cila është ajo vepër? Illa man amila mithlahu. Përveç dikush nëse vepron sikur se ti apo më shumë, ai ta kalon. Cila është ajo vepër? Vepër shumë e lehtë. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Mas do namazi nga 33 herë me thon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Çfarë vepër më dashur? Mas do namazi me thon subhanallah 33 herë, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Mirë tregom tash ti mu, nëse ti nuk e fal namazin, sa herë ti ikin çto vepra të mira gjatë ditës? Çdo ditë ka 5 herë, nuk i thuaj çdo. Sa sejdë të humbin gjatë tërë ditës që ti nuk i bën ndaj Allahut të lartësuar. Vetëm farzët janë 17 rekate. Nga 2 sejdë 34. Po sunetet 12 sunetet e rregullta. Po vitri sa shpërblimin e humb ti që nuk e qet fytyrën tënde në sejdë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që robi më së afërt tek Allahu i lartësuar është kur ndodhet në sejdë. Sa lutja të humb për gjatë ditës e natës që ti nuk e bën. E më shumë ti ke nevojë për lutje dhe për udhëzimin e Allahut. Prandaj Allah, deri kur ka afatizu Allahu 20 vjet, 30, 40, 50, nëse ti bëj gjatë vjet, nëse 70, deri kur vëlla nuk dëm ju përgjigj Allahut të lartësuar në namazin, të cilat ti ta ka bë obligim. Wallahi nuk është rënd. E falin fëmijët, e falin gratë e moshuara. Plakat, mendzi që hecin, nuk mujnë mi qitë kryt në sejdë, falen në karik, falen ulën, nuk kalon Allahu i lartësuar justifikim që mos mi falë namazin. Mirë po vetëm lypet vendosmëri, mbështetje në Allahun dhe kërkim të ndihmës prej Allahut. Dhe i suksesi është prej Allahut, vetëm lype, bëni sinqert. Kërkoje prej Allahut të lartësuar, merr vendimin e prerë dhe s'ka më kthim mbrapa. Dhe filloi namazin nga sot. Mos mendoj kur vjen kismeti, se ndoshta ai kismet gjen në barzakh, në varr mos andajna. Atëherë nuk krym punë kismeti kur ta lëfësh, e kur ta vënosh faljen e namazit. Çka humb tjetër? Besimtari i cili nuk e fal namazin. Cila pasuni është më e vlefshme se namazi? Wallahi asnjëna. A dini çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Para pejgamberit, Allahu i lartësuar na ka thënë elhaakumut takathur. Është kademi u shkatru rivalizimi për dunja, për shtim të pasurisë, për shtim të karrierës, për ngritjen e grada, të punës e kështu me radhë, për shtim të fëmijëve, të tokës e kështu me radhë, grumbullimi i pasunisë. Është kademi u shkatru derisa të vizitoni varrezat, derisa të bëhej banor të varrezave. Namazi vllazë është pasunia më e vlefshme që ti e ke. A dini çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Raq'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rekate të sabahit janë më të mira se sa këtë dunja edhe çfarë ka në të. Jo farzi, suneti i sabahit. 2 rekate sunet të sabahit që ti i fal për 2 minuta. Vetëm që i ngritesh, prish gjumin dhe i përgjigjesh Allahut të lartësuar dhe e çel ditën me namaz, kjo është më e mirë për ty se sa këtë dunja edhe çfarë ka në të. Nëse shpërblimi kjo është për sunetit, çka ta merr mendje çka është, çfarë shpërblimi mundet me qenë për farzën. E lutim Allahun të na zgjidhë zemrat tona dhe të mos i japim përparësi dunjas, të mos i japim përparësi dunjas, por të japim përparësi urdhrave të Allahut të lartësuar dhe ato që ka përgatitur Allahu i lartësuar për besimtarët e tij. Dhe tjetër, çfarë humb besimtari i cili nuk e fal namazin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha zadakum salatin ila salatikum. Allahu i lartësuar ju ka shtuar një namaz tek namazi juaj.
Huwa khairun lakum min humri na'am. Është më i mirë për ju se sa devet e kuqe, që ka qenë pasuria më e vlefshme në kohën e arabëve. Kur kanë thënë devet e kuqe është llogaritë sikur më thon miliarda apo triliona dollar. Shumë pasuni marramense. Ka thënë cila është ai namaz që është më e mirë se sa këto devet e kuqe? Ka thënë rak'atani qabla salati al-fajr. 2 rekate të sunetit të sabahit. Të sunetit të sabahit, të cilat edhe mos mi fal, nuk merresh në llogari. Mirë po, nëse ky është problemi madhështor, është për 2 sunete nafile, çka ta mërmendje për farzët. Ndërkohë pejgamberi Allahu i lartuar në hadithin kutsi thotë, nuk afrohet robi të kune më shumë se sa me atë që ja kam obliguar. Pra farzët janë jashtëzakonisht, pa krahasimisht, më të mëdha në shpërblim dhe në peshë tek Allahu i lartuar se sa sunetet. Dhe çfarë hum tjetër, ai besimtari i cili nuk e fal namazin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alladhi tafutuhu salat al-asr fa ka'annama wutira ahlihi wa maluhu. Subhanallah, hadith me tërqedh për frikës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk e fal namazin e ikindis, e humb namazin e ikindis, është sikurse mi humb këtë familjen e pasuni. Wallahi vllazën, neve një fëmijë kur të na smuhet, kiamet të i bëhet për neve. Poshtë për pjetë në për spitale, në për klinika, në për mjek, që mi a gjetë ilaçin, mi marë se bepet që Allahu mi shëru. Apo dikur që humb një pjesë të pasunis. Sa namaze të ikindis na ikin neve çdo ditë. Ndërkohë që Allahu i lartësuar me një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në transmetim, thotë: "Men fatathu salat", jo namazi ikindis, po çfarë do namazi? Fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, sikur se mi pasu gjithë familjen dhe pasuninë. Dhe për fund vllazën. Dhe kjo është njëra prej çfarë më bën vazhdimisht të zgjuar dhe vigjilent, që mos mi humb këtë problem madhështor, të cilën e ka përgatitur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men salla salat as-subh kana fi jawari Allahi yawmihi." Me një hadith tjetër, "Men salla subha fa huwa fi dhimmati Allah." Kush e fal namazin e sabahit, do të jetë në mbrojtjen e Allahut. Transmetimi tjetër, do të jetë në përkujdesjen e Allahut dhe në ruajtjen e tij. Vallahi vllazën më na thon dikush, krye filan veprën, unë kam të ndihmu. Më na thon dikush për njerëzve, unë të dal krah, sa të ki nevojë, unë të ndihmoj. Vesh, bë më zile, unë të përgjigjem. E marrim, ani po më kon çaj njëri me pozitë, më kon i fuqishëm. Nihemi ndryshe, shumë krenar dhe hecim me kry përpjet në ashta. Frym gjyksi. Pse? Se filonin e kena me na mbrojt. Vëllai vllazën, ai që e fal namazin e sabahit e ka Allahun kujdestar të tij. Allahu kujdeset për to. Nuk e lën me shku në rreziqe, me përfundu në gremina të rrezikshme që ja humbin dunjan dhe ahiretin. Me thon Allahu Rabbul Alamin, krijuesi i qiellit dhe tokës, falë namazin e sabahit se do të jesh në mbrojtjen time. Njëri prej dietarëve është gjallë, prej muhadithinëve të mëdhenj, Abdul Karim Khudairi, thot djali i tij tregon për to. Thot kur hypnim në kerr me to, na pyeste, a keni fal sot namazin e sabahit me xhamat? Nëse se kishim fal, na thëjke zbritni se nuk jeni në mbrojtjen e Allahut sot. Nuk mundi me hyp kerr me mua. Atëherë vllazën, pse ne nhihemi shumë sigurt në rrethet tona nëse se falim namazin e sabahit? S'po them hajde në xhami, po në shtëpi vëlla. Qohesh e bën alarmin dhe fal namazin e sabahit, i zgjon familjarët e tu dhe vazhdon gjatë ditën. Qysh ki mundësi mi qel ditën me shku në punë, mi lyp riskin prej Allahut të lartësuar, e s'ju ki përgjigj. Me sabah mi fal namazin e sabahit. A nuk friksohesh? A nuk friksohesh kur ta shikon veten në pasqyrë se mos Allahu po ta shndron fytyrën në dënim, mos po të dënon aty për aty? Vallahi, ai që nuk friksohet, zemra e tij nuk është në rregull. Me rregull duhet më friksu, edhe me ajo besën Allahut, me kërku falje tek Allahu i lartësuar, më thonë çdo namaz që më ka iku Allah, i kom bozullën vetvetes. Falemi. Sot e tutje, si shaj e pendimit tim, do të jemi kujdesshëm, do të jemi vëmendshëm. E përgëzimi për ata që mendohen tek Allahu i lartësuar. Ka se Allahu i lartësuar veprat e këqija ti shndron në vepra të mira. Veprat e mira, veprat e këqija ti fshi. Innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Veprat e mira ti fshin të këqija. E thash që vepra më e mirë është namazi. Me namaz mundesh mi fshi veprat e këqija. Fillova. Nga se sot e ki mundësinë. Nesër kur kush nuk garanton që ki me qelë gjallë. Fillon nga sot. Dhe kur shkon në shtëpi, përcjellje këto fjalë familjarëve nëse janë prej namaznive. Dhe po çmos, me mishë me shpirt, që të gjithë në familjen tonë dhe mi fal namazin.
Siç ka thonë njëra prej nënave, ka qenë nën e devotshme, kur I ka qu fëmijët për namaz, ka thonë, hajde mi fal namazin, se nuk kam qejf kërkush me na mungu për jush në xhenet. Kam qejf bashkë të gjithë më konë në xhenet. Prandaj, të gjithë ne me xhamat në xhami, hajde t'ja nisim nga sot faljen e namazit, që t'jemi së bashku në xhenet. E lutim Allahun e madhruar me emrat e Tij të bukur, na bëj me zemra të zgjuara, me zemra me iman, të na ripërtri imanin në zemrat tona, të na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj neve nga nëpërkëmbja e namazit, të na ruaj neve nga gafleti, nga shkujdesja, po të na jap begati, dhe të na jap sukses, dhe të na udhëzoj që t'i përgjigjemi Allahut të lartësuar në faljen e namazit, namazeve farze në veçanti, e pastaj t'i plotësojmë dhe t'i zbukurojmë me namazet nafile. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salah.